Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti dhe Rozana Radi krijuan një marrëdhënie dinamike, shpesh herë të komentuar nga publiku. Edhe pse raporti i tyre pas daljes nuk ishte aq i afërt sa brenda shtëpisë, megjithatë ajo që i ka befasuar ndjekësit është veprimi i fundit i Gjestit. Pavarësisht mungesës së ndjekëses në Instagram, Gjesti është parë duke i pëlqyer postimin e fundit të këngëtares. Ky veprim i thjesht por i zëshëm ka ndezur diskutime në rrjet, duke u lutuar për një bashkëpunim në muzikë mes tyre. Na duhet t'ju kujtojmë se gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, Gjesti dhe Rozana krijuan një marrëdhënie të bukur, por që shpesh herë kalonte në debate, dhe me sa duket kanë qenë çdo gjë në kuadër të lojës. Nga ana tjetër, Rozana ka vlerësuar gjithmonë Gjestin si një djalosh mjaft lozonjar dhe një punëtor në fushën e tij të muzikës. Se çfarë do të ndodhë me ta, na mbetet vetëm të presim, por sigurisht që fancat do të gëzoheshin nëse mes tyre do të kishte një bashkëpunim.